Sa po lexova një lajm në një portal që një punëtor i cili ishte në rroba pune e pas ka nxjerr jashtë nga lokali se i bënte pis karriget dhe i prishte pamjen këtyre që kanë lokal, pra këta janë mësuar valla thjesht me tangëllik aty, pra këta që duken dhe punëtorin nuk e vlerësojnë. Në çdo vend të botës nëse ti je në rroba pune, e kam parë edhe vetë personalisht kur kam qenë emigrant, në tren, metro, kudo të respektojnë dhe të shikojnë me mirësjellje. Këta plerat këtu te ne, i prishet pamja këtyre dhe e nënvlerësojnë një punëtor, një punonjës. Po ç'a bëni më? Ora po jepni shembull. Jepni shembull se nuk ju gjen gjë e keqe nga një punëtor, përkundërzi. Pra në vend që t'i jepni dorën aty jepni shkelmin. Po s'keni faj ju burse. Po, qa di thuash, nuk e di. Respekte për gjithë punëtorët dhe sidomos ata që sot janë punë, sepse këta të shtetit vlla, sot, nesër, këta janë pushim, këta janë rregull. Kurse halli xhin që mbajnë familjen, mirë që janë punë, mirë që paguhen shumë pak, por nuk po i lënë as lokal tani. Hajde çfarë.